Do flasë më gjërësisht sa i përket zhvillimeve në rajon, por edhe zhvillimeve ndërkombëtare me ish-ministrin e punëve të jashtme zotin Pascal Milo, profesor, kënaqësi që të kam studio. Profesor, si që ndoqëm edhe nga materiali, nga kjo e premte, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë më ndërmjetës në negociatat për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Si ta kuptojmë? Është një zhvillim shqetësues dhe domethënës që lufta në Ukrainë nuk do të përfundoj shpejt, siç edhe u tha, u premtua, po siç edhe pohoi dhe zëvendës presidenti i Shtetit të Bashkuara Vance. Dhe kjo në vështrimin e analistëve prej kohësh ishte nënvizuar se një luftë e tillë me kaq shumë humbje dhe me kaq shumë pretendime nuk mund të mbylli pavarësisht nga dëshira e mirë e presidentit Shteteve të Bashkuara Trump për ta mbyllur sa më shpejt që të ishte e mundur luftën. Ai e kuptoi vetë, sidomos nga negociatat që u zhvilluan tash së fundi midis përfaqësuesit të tij të posaçëm me Putinin, se Rusia nuk është gati që të ulet, që të arrijë një marrëveshje përfundimtare, qoftë armëpushim, qoftë të mëtej një paqe me Ukrainën. Pse? Sepse Rusia mendon se tashmë koka po punon për të, pavarësisht se ka një kosto shumë të lartë për Rusin nga pikpamja ekonomike, por Rusia mendon se koha punon për të dhe synon që të marri sa më shumë territore, të pushtoj sa më shumë territore, madje dhe të tjera përveç atyre që ka arritur të pushtoj deri tani, me qëllim që ta dobësoj sa më shumë Ukrainën dhe të realizoj ato objektiva që ajo ka ndaj këtij vendi, për ta bërë atë vend të parrezikshëm për nesër dhe për të ardhmen në pikpamje të synimeve strategjike që ajo ka në rajon dhe në Europë. Pra me pak fjalë Rusia, dhe kjo duket edhe nga mënyra se si rusët u janë përgjigjur propozimeve amerikane, duke fituar kohë dhe më në fund duke refuzuar që të nënshkruajnë një marrëveshje armëpushimi një mujore që kërkoi presidenti Trump me qëllim që të krijoheshin rrethanat për të filluar negociatat për një marrëveshje finale. Pra, Amerika u tregua e duruar dhe e kuptoi që Rusia nuk është gati, ndonse vetë presidenti Trump ka qenë kontradiktor në deklaratat e tij, sepse disa herë ka thënë se Rusia ka vullnetin e mirë për të ulur në negociata, por me vendimin që u muar tani, ndonse unë e shoh përsëri një lëvizje taktike të Washingtonit, një presion që i bëhet Rusisë për të pranuar propozimet amerikane, sepse jo vetëm njoftimi ka qenë që e dorë nga ndërmjetësimi i Shtetit e Bashkuara të Amerikës, po njëkohësisht është shoqëruar edhe me dy akte të tjera. Akti i parë është mundësia e një përshkallëzimi tjetër të sanksioneve kundër Rusisë dhe deklaratat e presidentit Trump ishin shumë të qarta, dhe e dyta, rifillimi i furnizimeve ushtarake amerikane për Ukrainën. Si mund ta lidhim, apo pse ky vendim vjen pikrisht pas marrëveshjes që u bë mes Ukrainës dhe Amerikës për mineralet e rrallë të nëntokës? Patjetër se ka një angazhim tjetër tashmë amerikan, që është e lidhur me ekonominë, është e lidhur me të ardhmen, është e lidhur me materialet strategjike të rrallë që ka në toka e Ukrainës dhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës u nevojitet shumë për zhvillimin e teknologjive moderne, përfshirë dhe teknologjive të luftës të armatimit modern. Pra, me pak fjalë, tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një angazhim konkret, kanë një interes konkret. Nuk është thjesht se duan që të mbyllet konflikti, por tashmë është e lidhur dhe me interesin e tyre të drejt për drejt ekonomik, financiar, por dhe jo vetëm kaq, por edhe strategjik. Prandaj ka një kthes
pra në qëndrimin Amerikan, pasi Amerikanët të bindën, ose e bindën, se s'kishte edhe ku të shkonte Zelenski, që të lëshoj edhe ai në çështjen e nënshkrimit të marrëveshjes për mineralet e ralla. Sepse edhe Zelenski refuzoi në fillim të pranonte kushtet amerikane. Derisa pas negociatave të vështira që ju jeni në dijeni se si u zhvilluan, edhe Zelenski ra dakord dhe më në fund në Washington u nënshkruar kjo marrëveshje. Dhe pasi është nënshkruar kjo marrëveshje, vjen me njerë akti i tërheqjes amerikane nga negocimi i një marrëveshje të mundshme midis Rusisë dhe Ukrainës. Çfarë ndodh tani me Evropën? SBA-t kanë theksuar se do të ndryshojnë metodologjinë e kontributit në bisedime. Pra është dhe kjo një lloj deklarate. Në fillim pam kur u mblodhen në Arabinë Saudite apo edhe në Turqi, Evropa nuk kishte. Tashmë çfarë ndodh te kjo lloj marrëdhënie midis SBA-s dhe BE-s, se në Xheda 1 nga 7 komisionet është për negociatat për paqen me Ukrainën, 6 tjerat janë për çështje nga më të ndryshmet. Patjetër, të tjerat kanë qenë për se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interesat të gjëra, jo vetëm për Ukrainën, patjetër. Ato interesat dhe e tyre fillojnë që nga zonat të tjera të botës ku ata përplasin interesat, janë vatra të nxehta të cilat kërkojnë administrim të kujdesshëm, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia patjetër që kanë interesat gjëra geostrategjike. Një. E dyta, kanë interesat të mëdha në fushën e kontrollit të armëve bërthamore. Dhe ka marrëveshje të cilat ata kanë filluar të mos i respektojnë. E qartë, është këti ku janë disa pika për cilat bisedojnë. Po, çfarë ndodh te kjo marrëdhënia midis SBA-s dhe BE-s? Në fillim u përjashtuan. Po, sepse edhe kjo është shumë interesante, sepse presidenti Trump luajti fort duke menduar dhe duke shpresuar se do arrinte një marrëveshje të shpejt me Putinin. Dhe deklaratat e tij të fillimit ishin shumë optimiste. E vërtet. Dhe kjo e shqetësoi Rusin dhe ai mendoi se një negociat direkte me Putinin, me dërguarit e tij, do të mund ta mbyllte konfliktin në Ukrainë dhe do të bënte që ai ta përqendronte vëmendjen në zona të tjera të botës dhe të situatave të vështira siç mund të ishin dhe marrëdhëniet me Kinën. Por tani, kur ai e pa që me Putinin nuk po arrin atë lloj marrëveshje që ai kishte planifikuar dhe ritmet madje filluan të bien dhe shpresat filluan të bien për një marrëveshje të fshehtë, duke kuptuar në këtë mes që Putin filloi të manovroj për të fituar kohë, atëherë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump reflektuan dhe me sa duket po i rikthehet politikës tradicionale amerikane për të bashkëpunuar me Europën. Apo si që e thënë këtë studio, nuk është ka që thjesht i bësh ato që thuan fushat. Patjetër. Por të ndalemi në një pikë. Kishte Agjencia e Reuters një lajm faktikisht. 12 vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë aplikuar që të përjashtohen nga rregullat disiplinuese të Komisionit Evropian sa i përket deficitit. Është një temë teje e rëndësishme kjo e deficitit. Pra, kur vjen puna për shpenzimet sa i përket mbrojtjes, kishme një deklaratë të rutës, shefit NATO-s për rritjen me 3.5%. Kemi një riarmatim për të shkuar 3.5 apo 5%, profesor, apo për ruajtjen e NATO-s, apo një parashikim për një konflikt të mundshëm të ardhshëm? Merri të gjitha bashk. Sepse të treja bashk janë të lidhura midis tyre. Qëllimi final është përgatitja sa më e mirë e mundshme për një konflikt të ardhshëm potencialisht të mundshëm. Njerëzit dhe shtetet gjithmonë përgatiten për më të keqen. Përgatitu për luftë që të ruash paqen. Sentencë e njohur kjo. Dhe në këtë rast, Ukraina dha një shembull se si mund të përkeqësohet situata e sigurisë në Europë dhe në radhë të parë është Europa ajo që do të paguajë shpenzimet e një konflikti
të mundshëm. Prandaj Europa dhe në këtë mes edhe NATO, po më shumë vendet europiane janë ato që janë të shqetësuara për të rritur sigurinë e tyre dhe fakti që europianët reaguan jo pak, fakti që ato mbështetën që në fillim një buxhet prej 800 miliard eurosh për ta vënë në shërbim të forcimit të mbrojtjes europiane, këtë dëshmon që ka një shqetësim të madh. Sheh në horizont një mundësi konflikti me Rusin? Apo thjesht është një lloj alarmi? Shiko, alarmet e vogla çojnë në alarmet mëdha. Sepse një konflikt me Rusin nuk ka nevojë të jetë një konflikt bërthamor. Mund të jetë edhe një konflikt rajonal, mund të jetë një konflikt lokal, mund të jetë një përplasje tjetër në afërsitë kufive të Europës, sepse Ukraina është territor europian, fqinj i Rusisë, tradicionalisht në marrëdhënie me Rusin. Por ja që ndodhi, ndërkohë që të mos harrojmë që ka vende të tjera përreth Rusisë, që janë pjesë e Bashkimit Evropian sot, siç janë vendet balltike, të cilat Rusia nuk i shikon me simpati, që janë dhe vende anëtare të NATO-s, se janë në kufi me të. Prandaj, nëse ka sukses një eksperiment si ky që u bën në Ukrainë, dhe nëse kjo luftë në Ukrainë përfundon me favore për Rusin, ky do të jetë një model i keq, një mesazh i keq për të gjitha vendet që janë afër Rusisë, që janë shkëputur nga ish Bashkimi Sovjetik, duke përfshirë 3 vendet balltike, duke përfshirë këtu edhe Nordikët, Finlanda, edhe këto vendet skandinave, por të mos harrojmë edhe Polonin, me të cilën historikisht Rusia nuk ka patur marrëdhënie të mira. Kam qenë gjithmonë si macja me miun në kuptimin e pretendimeve ndaj njëri tjetrit, sidomos pretendimeve ruse ndaj territoreve polake. E kuptoj, profesor, për të ardhur pak në rajon dhe për ta parë pak më ndryshe situatën në rajon. Desha një koment për situatën në Kosovë. Po ka dështuar seanca e 9 konstituive. Çfarë po ndodh, profesor? Ju e shihni me një sy historiani, diplomatik, jeni qenë vetë në politik. Çfarë lloj krize është kjo? Është produkt i një primitivizmi politik dhe një arkaizmi kulturor në Kosovë, si ndodh edhe në Shqipëri. Pra, kjo dëshmon që klasa politike atje nuk ka interesin kombëtar si parsor, si emërus të përbashkët, që mund t'i bashkoj, por ka interesin politik partijak, grupor, pra pushteti mbi interesin kombëtar. Me 2 fjalë, kjo është interesat e pushtetit mbi interesat kombëtare. Nuk ka si të shpjegohet ndryshe. E gjithë situata ka vajtur tek një emër. Ministra e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, bëhet apo jo kryeparlamentare. Vetëvendosja thotë, ne e bëjmë kryeparlamentare, por nuk i ka votat. Opozita thotë, ne nuk japim votat që kjo të bëhet kryeparlamentare. Është alibia për të shprehur këtë krizë që është, apo mund të shkohet sërish në zgjedhje? Sheh një rrugë dalje nga kjo krizë? Është kjo e dyta. Është parashikuar që në fillim, këtu në këtë tavolinë ne kemi folur disa herë për këtë çështje. Dhe madje që në sondazhet e para që bëheshin pa u bërë zgjedhjet në Kosovë, rezultuan sondazhet shumë të sakta. U tha në sondazhe dhe u realizua që vetëvendosja do të mete rreth 42% të votave dhe kaq mori. Dhe që atëre kemi nënvizuar që ka 2 opsione. Ose ka një qeveri koalicioni me cilën do nga 2 partitë mëdha shqiptare të Kosovës, ose shkohet, ose trelet, themi opsione më mirë, se u ola e hapur dhe mundësia e krijimit të një qeverie nga partitë e opozitës. Dhe opsioni tret
Dhe ai që është më afër për të realizuar tani është të shkohet përsëri në zgjedhje të parakoshme, duke patur parasysh kostot. Asnjë nuk merr 50%. Tani çfarë prodhon? Dhe jo vetëm që nuk asnjëri s'ka për të marrë 50%, por ka rrezik dhe kushdo që shpreson se mund të marrë 50% në këtë kohë krize dhe nën këtë tension dhe nën këtë reagim ndërkombëtar, e ka shumë gabim, i bën llogarit gabim dhe Kosova nuk mund, ka qenë një rastësi apo një pikë kulmore e vetëvendosjes në rrethana të caktuara me ato aleancat hibride që bëri, që arriti të merrte mbi 50% dhe bëri këtë qeveri. Vetë sistemi elektoral në Kosovë nuk lejon që një parti politike të mund të fitoj e vetë me shumicën e zgjedhjeve. Një pyetje të shpejt, profesor, se jemi në fund. Kemi pasur një takim para disa ditësh, një delegacion i biznesit Kosovës shkoi në Selanik, kemi një pritje zyrtare që u bë nga Greqia, kemi marrëdhënie të mira, apo shumë të mira le të themi midis Athinës dhe Prishtinës, sheh një lloj njohjeje që mund të bëjë Greqia ndaj Kosovës, apo po flasim për një rritje të shkëmbimeve diplomatike dhe tregtare mes dy vendeve? Sa është mundësia e njohjes? Kjo është një histori e vjetër tashmë e marrëdhënieve të Kosovës me Greqinë. Greqia e ka mbajt një pozicion të tillë që në fillim. E ka mbajt me një prezencë diplomatike të cilën nuk e quan ambasadë për shkaqe së drejtës diplomatike, por në fakt misioni ka nivelin e ambasadës. Ka titullar misioni atje që është ambasador, edhe ka një aktivitet goxha intensiv diplomatik. Por, përpos kësaja, ka një mirëkuptim bashkëpunimi dhe që Greqia ka dhënë të kuptoj që nuk ka ndonjë qasje negative në adresë të Kosovës, Po pse se një? Përveç krijimit të precedentit, sepse ju e dini që Greqia ka një lidhje historike me Qipron. Dhe Greqia në rast se do të njihte nga pikpamja diplomatike Kosovën, atëherë do t'u jepte argument kundërshtarëve të saj, në ratë parë edhe Turqisë që të ngrinte pretendimin e për Qipron veriore që u pushtua nga Turqia në verën e vitit 1974. Do ta legjitimonte në një farë mënyre njohja nga Greqia e Kosovës kundër interesave të Qipros. Edhe Qipro mbat në njëjtin pozicion. Po nuk e pezulloj të argument Izraeli, njohja nga Izraeli për shembull, ka disa diplomat që thonë që ky argument deri diku pezullohet nga njohja që mori Kosova nga Izraeli. Jo, sepse Izraeli nuk është se ka kryer ndonjë akt kundër kujt. Nuk ka kryer ndonjë. E kuptoj. Por do ta bisedojmë më gjerësisht, profesor, si gjithnjë është kënaqësi që të kam studio. Faleminderit.